Të gjithë jemi krenar që nga dita e sotme do të kemi një qytetar nderi të komunës së Dibrës Mave, dhe ai është emri i bukur i humanistit, bamirësit dhe personalitetit pa diskutueshëm jo vetëm televiziv, por dhe njerëzor, Arber Hajdari. Që prej dhjetorit të vitit 2015, Arber Hajdari ka udhëhequr fundjavë ndryshe, me një strategji të qartë dhe efikase. Ai ka krijuar një rrjet prej 13.000 vullnetarësh në të gjithë Shqipërinë dhe ka ndërtuar rreth 504 shtëpi, 3 shkolla dhe një qendër solidariteti për familje në nevojë. Ne gjithë këshilltarët vlerësojmë maksimalisht veprimtarinë dhe humanizmin e madh të Arber Hajdarit, bamirësinë dhe kthimin e buzëqeshjes shumë familjeve shqiptare, duke u gjendur pranë dhe duke u zgjidhur hallet më të mëdha. Në këtë rast jam edhe i gëzuar shumë, por edhe pak i frenuar të shpreh atë entuziazmin tim, sepse në një farë mënyre na morë të radhën shoqatës Tirana. Thonjza këtë. Për mua, jo vetëm në Shqipëri, po kam përshtypjen që në botë, një i ri humanist është vetëm Arber Hajdari, që në moshë të re e filloi këtë iniciativë. Pse? Sepse shpirti i tij ishte një shpirt fisnik. Ju uroj suksese, mbetet një medaljon dhe një shembull për gjithë rinin shqiptare. Në muajin e shenjtë të Ramazanit, ne Dibranët dhe Tiranësit u bëm bashkë për shumë gëzime. Ta gëzosh Arber. Edhe kur mos hiq dorë nga vlerat e humanizmit, vullnetarizmit dhe fisnikërisë. Asgjë tjetër nuk e fisnikron më shumë njeriu se sa kjo që po bën ti. Zotëri Arber Hajdari nuk është vetëm një emër. Ai është një simbol i solidaritetit, ndihmës së pakursirë dhe i besimit se së bashku mund të bëjmë më shumë për njëri tjetrin. Nderuar Arber, heroj janë ata që bien para dhe. Ti je sot hero i paqes, ti je sot hero i humanizmit, sepse kështu e filloi Nën Tereza dhe sot është e shenjtë. Sot është një nga ato momente që e lartësojnë shpirtin dhe mbushin zemrën me krenari e mirënjohje. Marrja e titullit qytetar nderi i komunës Dibër është një nder i jashtëzakonshëm. Jo vetëm për mua si individ, por për të gjithë ata që besojnë në fuqinë e të mirës dhe solidaritetit. Ky çmim që po më jepni sot është i veçantë për 2 arsye thelbësore. E para, sepse Dibra nuk është thjesht një qytet, por një legjendë e gjallë e shqiptarisë. Të vlerësoj Dibra do të thotë të vlerësoj një komb i tërë. Dibranët, kudo që jetojnë, në Shqipëri, në diasporë apo në trojet shqiptare, janë ambasadorët më të dënjë të vlerave tona më të larta: mençurisë, burrërisë, qëndresës dhe besës. E dyta, sepse ky titull mu dha nga një figurë historike si Zoti Ali Ahmeti, një njeri që ka mishëruar qëndresën, luftën dhe paqen e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Unë besoj se forca e një kombi matet nga mënyra se si kujdeset për më të dobtit e tij. Ne jemi të mëdhenj kur bashkohemi për të bërë mirë. Ne jemi të fortë kur ndihmojmë ata që nuk kanë zë. Ne jemi të përjetshëm kur lëm pas vepra që flasin për ne. Me përurësi dhe me njohje thellë, ju falenderoj për këtë nder kaq të madh. Zoti e bekoft Dibrën dhe të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Faleminderit.